Ne jemi sërish në studio, unë kam kënaqësinë që të kem dy të ftuara për të folur për një problematikë që në fakt është folur shumë gjërë në të gjitha mediat, kemi folur kudo mbase në për kafenet apo në shtëpit tona, kemi gjykuar, kemi paregjykuar, kemi hedhur fjalë lart e poshtë dhe kemi folur për shëndetësinë falas. Gjithsecili jep mendimet e veta, po në fakt cila është e vërteta dhe pikërisht për këtë kanë ardhur që të flasin sot të dyja zonjat në studio për të na thënë më shumë se çfarë po ndodh në poliklinikat të ndryshme, se sa është fluksi i të gjithë qytetarëve që shkojnë, paraqiten, kërkojnë të kryejnë check-upin falas, kërkojnë të kryejnë vizita tek mjeku dhe mbi të gjitha dhe çështja e rëndësishme, këta mjek u përgjigjen. Me mua në studio është zonja Mirela Hasanaj, drejtoreshe e specialiteteve numër 2 Tiranë. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen, është kënaqësi që je sot këtu. Dhe gjithashtu Tana Bregu, drejtoreshe e Poliklinikës numër 9 në Tiranë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Është shumë kënaqësi që ju kam sot këtu për të folur, sikurse e thash, për këtë temë që në fakt jo pak e kanë komentuar dhe themi është komentuar gjë, nuk ka kaluar pa koment. Sulon, je i pari që e ke komentuar më saktë edhe bashk, më dëgjon? Je aty? Jeni? Jo, nuk e kemi për momentalisht Sulon aty, mirë. Në rregull, në momentin që vjen të lutem më thuaj, pasi dua ta bëj edhe atë pjesë të debatit, pasi e ka bërë një thirrje publike për të qenë të pranishëm në studion e Mirë se vjenit mjek specialist të fushës, por gjithashtu dhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë për të folur për sa i përket mjekësisë falas. Zonja Bregu, e nisim me ju. Rëndësia e kryerjes së check-upit falas. Në radhë të parë, unë punoj dhe mjeke në qendrën shëndetësore numër 9 dhe në lidhje me këtë do doja të flisja në lidhje me problemet që ne ndeshim në punën tonë të përditshme, në lidhje me kontrollet e vazhdueshme që popullata bën në qendrën tonë, siç bëhet në të gjitha qendrat shëndetësore. Nga shërbimi që ne ofrojmë në qendrën shëndetësore, është vënë re se një numër i madh i banorëve që ofrohen te qendra jonë për të marrë shërbim vinë në fazën kur sëmundja ka avancuar. Pra, kontrolli i tyre bëhet vetëm në momentin kur ai ndihen shqetësime dhe kjo ka bërë që numri i sëmundshmërisë kronike, një dhënë që në shërbimin parësor jepet në fund të çdo muaji, është në rritje. Dhe jo vetëm që është në rritje numri të sëmurëve kronikë me sëmundje të ndryshme kronike, por njëkohësisht vjet re se ky pacient që vjen për herë të parë në qendrën tonë kur ai është i sëmurë, përveç një sëmundje mund të ketë edhe sëmundje të tjera. Pra është rast i ri për ne, jo vetëm me një sëmundje, por edhe me sëmundje të tjera dhe njëkohësisht mund të ketë një sëmundje, por e shfaqur me ndërlikimet që ka kosto për jetën e tij, për familjen dhe kosto për në trajtimin që ai merr në qendrën tonë, në shërbimin parësor. Cilat grup mosha mund ta kryejnë check-upin? Edhe deri më tani sa e kanë kryer? Ka pasur fluks? Po, patjetër fluksi ka qenë në rritje. Qendra jonë mbulon një... Se më falë, është kjo dhe një pjesë shumë e rëndësishme, në mënyrë të tillë edhe sensibilizohen për rëndësinë e kryerjes së këtij check-upi. Po. Numri i qytetarëve që kanë ardhur për të kryer kontrollin mjekësor bazë ka qenë në rritje dhe për këtë unë doja që të vija theksin duke u nisur nga sëmundshmëria kronike në rritje për faktin se deri tani në shërbimin parësor vjen ajo popullat që është e sëmurë dhe duke u nisur nga kjo rritje sëmundshmërisë kronike, kërkojmë nga vetë qytetarët që të kryhet sa më herët ky kontroll mjekësor për të parandaluar ai është një kontroll që bëhet në një popullat të shëndetshme, që ajo të kontrollohet dhe në qoftë se ka probleme të kapet në kohë dhe të trajtohen sa më herët. Që nga 27 janari, vizita tek mjeku i familjes është falas. Është falas madje edhe për 600.000 të pasiguruar. Tani, si ka qenë kjo procedura para datës 27 janar dhe çfarë solli post 27 janarit? Para datës 27 janar, për pacientët që kanë qenë të siguruar, pra që paraqiteshin tek mjeku i familjes me kartën e shëndetit dhe me kartën e identitetit, këtë shërbim e merrnin falas.
kurse për qytetarët që paraqiteshin vetëm me kartën e identitetit, kishin një tarif 10.000 lekë të vjetra. Dhe tarifat të tjera për shërbimet, nëse ata do kishin nevojë me tarifa të tjera për të paguar për të marrë shërbimin. Shërbimet tjera. Po ndërkohë që tani çdo gjë. Pas datës 27 janar, shërbimin kujdesin parësor te mjeku i familjes, kur ai paraqitet me kartën e shëndetit dhe me kartën e identitetit është falas, siç ka qenë, dhe nëse ai paraqitet vetëm me kartën e identitetit dhe ndjek sistemin e referimit, shërbimi që ai do marrë është me një tarif të reduktuar nga 2 deri në 10 herë dhe te mjeku i familjes falas vizita dhe disa kontrole të tjera që bëhen me tarif zero. Zonja Hasanaj, si është pritur tek qytetarët kjo gjë? Ju jeni edhe në kontakt të vazhdueshëm me ta, i vizitoni pothuajse dhe ju vizitojnë për ditë. Nuk diskutohet. Është pritur me një lloj bon sensi? Sepse një hap i mirë do ta është theksoja, gjithsesi. po, është normale që të mirëpritet dhe është normale që të ketë fluks ardhja e këtyre pacientëve tek ne, po unë do theksoja vetë faktin që mbas kontrollit falas nga grup mosha 40 deri në 65 vjeç, pra check-upi siç e quajmë neve. Kjo ishte iniciativa e dytë, domethënë hapi i dytë i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i Qeverisë Shqiptare për të bërë mbulimin universal. Shëndet falas, shëndetësi falas. Dhe kjo nuk është gjë e pakët, është një gjë që është mirëpritur për sa i përket anës popullatës. Është një gjë që duhet pacientët nga mosha 40 deri në 65 vjeç, pavarësisht se nuk kanë vuajtur ose nuk kanë kryer ekzaminime, duhet patjetër të paraqiten dhe ta bëjnë këtë, sepse sa më shpejt ta parandalosh sëmundjen, aq më mirë është për më tutje dhe kostoja, siç e tha dhe doktoresh Tana, është si për pacientin, ashtu dhe për sistemin shëndetësor është akoma më e ulët. Dhe patjetër pacientët e kanë mirëpritur, kanë filluar, biles unë, sidomos mbas datës 1 shkurt, që u futën dhe tarifat shumë herë të ulura nga tarifat e deritanishme me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë, tek neve filluan të vinin dhe pacientët që unë i kam ndjekur përpara 4 dhe 5 viteve, në qoftë se atëherë i kam ndjekur me një rinit alergjik. Tani këta pacientë ishin pacientë të humbur, të cilët ne nuk i dinim se ku kishim përfunduar, në çfarë klinikash private, në çfarë spitale private, kanë ardhur dhe na kanë ritakuar me këto tarifa. Mbas datës 1 shkurt të këtij viti, Ministria e Shëndetësisë nxori tarifat e reja për specialitetet. Mund të përmendni mbase disa prej tyre për t'i bërë me dije për gjithë. Për mbulimin e specialiteteve, vizita mjekësore për të gjithë pacientët të cilët janë të pasiguruar, duhet ta theksojmë, të cilët janë të pasiguruar dhe referohen nga mjeku i familjes, pra zbatojnë sistemin e referimit, në rast të parashkojnë tek mjeku i familjes, dhe në qoftë se ky mjek familje gjykon që këto kanë nevojë për një vizitë të specializuar, atëherë drejtohen tek mjeku specialist me një tarif që deri tani ishte 1.500 lekë të reja, tani ka kaluar në 100 lekë të reja. Plus të gjitha ekzaminimet imazherike dhe laboratorike që kanë pasur një kosto nga 1.500 lekë të reja dhe 2.000 lekë të reja, kanë kaluar në 100 lekë të reja dhe 200 lekë të reja. Gjithashtu, duhet të përmend faktin për të gjitha ato pacientë, të cilat janë të pasiguruar dhe nuk zbatojnë sistemin e referimit, pra nuk kalojnë nga mjeku i familjes, do t'i paguajnë tarifat që janë të deritatshme dhe do paguajnë vizitën, tarifat reale të ekzaminimeve laboratorike dhe imazherike. Ndërkohë që dhe për herë të parë dhe tarifat për ekzaminimet e mamografisë apo dhe analiza për virusin anti-HIV, për herë të parë bëhen falas. Sa ka ndihmuar kjo që edhe të vinë, të ketë fluks mbase pranë ambienteve ku kryen këto lloj ekzaminimesh, por gjithashtu edhe të sensibilizohen për që të kenë mundësi dhe të kryejnë. Kjo është e vërtetë dhe është një arritje shumë e madhe sepse deri tani me të vërtetë bëheshin në fushata sensibilizuese për të gjitha ato që vuanin ose për parandalimin, bëheshin mamografi të falas. Kurse tani, në qendrat shëndetësore, ku ka mamografi,
në maternitete ku ka mamografi, por vihen në lëvizje dhe mamografi lëvizse, të gjitha këto do bëhen falas. Dhe neve që jemi femra, që jemi në këtë mosh, duhet patjetër të gjithë të sensibilizohen për ta bërë këtë gjë, sepse kjo është një parandalesë shumë e madhe për kancerin e gjirit. Dhe të gjitha ata pacientë që janë me probleme, do më thënë që shkonin deri tani në për klinika private, në spitale private për të bërë një HIV/AIDS, tani mund të shkojnë në tek Instituti i Shëndetit Publik ose në qendrat ku bëhen falas që mbulohen nga shërbimi shëndetësor mjekësor. Në që fluksi në ambulanca në poliklinika si ka qenë? Fluksi ka qenë i lartë, numri i qytetarëve që vinë për të marrë këtë kontroll ka qenë në rritje, duke u nisur nga vetë fakti që ky shërbim ofrohet falas dhe kanë mundësi që ta marrin këtë shërbim në mënyrën më të shpejtë dhe të diagnostikohen në kohë, të kontrollohen për të patur një jetë sa më të shëndetshme dhe kjo bën të mundur që shërbimi të ofrohet shpejt dhe me tarifa zero. Zero. Suloj aty? Tu jam. Mirë. Tu jam, mendoj që me vëmendje bisedë. Mendoj që me vëmendje dhe mua më vjen mirë që të paktën zëri yt u dëgjua, sepse e bëre një thirrje para një jave, 10 ditësh, në mos gaboj, ose mbase pak më shumë, dhe kërkoj më shumë informacion për shëndetësinë falas. E mban mend? Patjetër që Se ishe pak skeptik ti, se je zakonisht. Ore, dhe jam akoma. Dhe je akoma. Tani, besoj se i shuajtë të gjitha dyshimet që kishe në kokë, përsa i përket shëndetësisë falas. Me tarifat u more vesh? Po. Doktoresha ti thanë? Tani je i kënaqur, të lutem shumë? Më shumë se ka, faleminderit më qeveri, nuk kam se shtem. Tani më shumë se ka i stule, unë nuk di të 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 fare. Mirë mo, se dëgjon, në hapat e parë jemi shumë mirë, e rëndësishme është, e kemi thënë edhe më parë në të dy, e rëndësishme është që hidhen hapa për të bërë dhe ekziston edhe dëshira e mirës, edhe mund të mos bënim asgjë fare. Faleminderit. Se jemi mësuar ne që dhe nuk bëjmë ndonjëherë asgjë. Ashtu, të pak, po. Nuk është bërë, dhe tani asgjë s'ishte bërë. Mi pra, a u nisë u bë, e kemi indicjen e parë, zonja në studio e analizuan dhe thanë shumë mirë. Tani, edhe një pyetje kisha unë. Nuk e dia, je dhe ti bashkë me mendimin tim, që në shpesh herë në media, u përfol, u ironizua, me pak sarkazëm brënda, me diku deri, diku me pak të vërtet. Na e thonë në të dyja doktoresha që kemi në studio, ndoshta zonja Hasana e përgjigjet, thanë që vizita tek mjeku specialist i krahasuan me një kafe që qytetarët pinë çdo ditë. Cili ishte impakti i këtij krahasimi? Këtu ke dalë aty ku unë dua të dalë. Dhe me të vërtet do ta thosha sepse këtë gjë unë e kam dëgjuar dhe e kam dëgjuar para disa ditësh edhe kemi diskutuar edhe me doktorët. Më vjen mirë që një herë media i erdhi gjuna për ne mjekët. Dhe filloi që të na qaj hallin, sepse deri tani ne kemi qenë ajo delje e zezë për gjithë median, të korruptuar, të pandërgjegjshëm, të gjitha këto. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Por shumica ne jemi më të luftuarit nga mediat, tjetë për këtë. Por që do të thoja vetëm një gjë, që të paktën qeveria shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë kishte një qëllim. Dhe qëllimi ishte shumë i madh dhe arsyeja ishte shumë e madhe që u bë kjo. Pra një check-up, një kontroll bazë shëndetësor, falas, për një popullat dhe në bazë të kësaj të mbyllej cikli. Pra që nga shërbimi falas nga mjeku i familjes të mbyllej cikli, sepse një pacient që vinte dhe bënte check-upin i pasiguruar, ndoshta ky pacient dilte me diabet ose me HTA ose me një sëmundje alergjike dhe do t'i duhej të bënte një vizitë të dytë më të specializuar tek mjeku. Pra dhe këtë duhet ta paguante ai ke mjeku specialist. Dhe kjo u bë që të mbyllej cikli. Pra ky pacient që del nga ky kontroll bazë, del me një sëmundje, të ketë mundësinë të shkojë, të vizitohet tek mjeku specialist, të pres një faturë, me një tarifë 8 herë më të ullët, të vizitohet, të marri një diagnozë ashtu siç duhet dhe të marri mjekimin për të vazhduar më tej ashtu siç duhet. E para, por desha të bëj një pyetje këtyre mediave që na personalizojnë me një kafe, pse ato përpara në 2010 kur u ngritën këto tarifa mjekësore dhe vajtën aty ku nuk duhet të shkonin, kush ishte arsyeja dhe qëllimi që u bë atëherë dhe pse këto media nuk u ngritën një herë dhe nuk thanë
Kush ishte arsyeja dhe qëllimi? Arsyeja dhe qëllimin e din shumë mirë. Do me thënë të gjithë këto pacient u drejtuan drejt klinikave dhe spitaleve private. Ikën nga neve, nuk patën as edhe një lloj kontrolli më. Dhe kur vjen puna, ky ishte vetëm qëllimi e tyre. Dhe nuk u erdhi keq mediave se me të vërtet ai 15.000 lekësh apo 10.000 lekësh ke mjeku i familjes nuk është se shkonte në xhepat tona. Jo. Dhe çfarë u bën me këto lekë që u mblodhën, domethënë deri tani? Pra kjo është një gjë që duhet sqaruar. Qëllimi jon dihet, arsyeja jon është shumë e madhe. Dhe kjo është një iniciativë jo shumë e madhe, por është edhe një iniciativë shumë e guximshme e Ministrisë së Shëndetësisë për ta bërë këtë gjë dhe kjo gjë duhej bërë. Por këto media le të shikojnë punën e tyre, le të lejnë këto pjesën e personifikimit të një kafe apo një kile qeps, edhe këtë e kemi dëgjuar dhe është katastrofë, por gjithsesi ky është qëllimi jonë. Mirë, mua më vjen mirë që ne në sistemin tonë shëndetësor padyshim që kemi hapa për të rregulluar, kemi shumë gjëra për të rregulluar, sepse nuk është në perfeksion, megjithatë e rëndësishme është që këto hapa po bëhen dhe sa vijnë dhe janë gjithmonë në të mirë të shoqërisë. Jemi sigurisht që në hapat e parë për shumë gjëra që duhet i rregullojmë dhe ne për këtë jemi të gjithë këtu shumë të ndërgjegjshëm. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot këtu, me këtë të fundit jam mbyllë gojën Sulës, nuk ka çfarë kot më. Moj vaj. Mua më erdhi mirë që flasin. Se kur vin në studio dhe heshtin në shtetë gjë. Po zonja e tha dhe ka shumë të drejtë. Në rregull. Falenderoj shumë zonja Asana dhe zonja Bregu që ishit këtu me ne. Sulo, e di ku do shkem të dy? Ku do ikim? Të pim një kafe. Ku do e pim të kafe? Ja, do të na çojë gazetarja Monika Lamçe.